Jemi në komunën e Malishevës, në fshatin Ljubish, ku si pasojë e rreshjeve të mëdha të shiut, janë bllokuar rrugët e qytetit dhe fshatrave përreth, gjithashtu edhe në këtë fshat. Si pasojë e rreshjeve të mëdha, Lumi Mirusha në këtë komunë ka dalur nga shtrati i tij. Gjithashtu qytetarët nuk po mund që të kalojnë në këto zona dhe gjithashtu ka filluar edhe evakuimi i tyre. Nga komuna e Malishevës kanë bërë të ditur se deri më tani është intervenuar në 6 familje ku 14 qytetar janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre si pasojë se uji ka hyrë brenda. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar qytetarët se në pjesën perëndimore dhe qendrore do të ketë vërshime lokale. Gjithashtu, në shumicën e komunave, lumenjtë kanë dalur nga shtrati i tyre. Ky intensitet i lartë i shiut do të vazhdojë në ditët në vijim, i cili do të krijojë vërshime më të mëdha dhe vështirësi në komunikacion. Përveç kësaj komune, probleme të kësaj lloji ka edhe në komunën e Gjakovës, të Pejës, Deçanit, Jonikut dhe në Drenas, ku shumica e qytetarëve janë bllokuar në shtëpitë e tyre. Unë po ju lë me disa pamje këtu që të shihni se si është bllokuar rruga.